Shqetësimi për ndryshimet që po kryen në ambientet e kishës së Shëndot në Laç ka bashkuar qytetarë dhe përfaqësues të klerit, të cilët kanë dalë hapur kundër ndërhyjeve që po realizohet në këtë vend të shenjtë. Të pranishëm pranë kishës, ata kërkuan pezullimin e njëhershëm të punimeve, duke argumentuar se projekti aktual po dëmton rënd identitetin fetar dhe simbolik të këtij peligrinazhi të rëndësishëm. Sipas tyre, mënyra se si ato po ndërhyjnë rrezikon të deformojë hapësirën e shenjtë, duke i dhënë asaj pamje që nuk përputhet me funksionimin dhe traditën e saj fetare. Pra të nduhet Troplana, në emër të besimtarëve, theksoi se ndryshimet e planifikuara e largojnë kishën nga karakteri i saj shpirtëror. Anullojmë një kript që është përvorë. Konkretisht, cili është shqetësimi juaj? Shqetësimi jona pikërisht që mos të hyjmë në një kript, në një varr i përbashkët me banlutje. Nëse mund të na shpjegosh për publikun që po e shikon për herë të parë live. Çfarë ka ndodhur? Dhe çfarë ju pretendoni dhe çfarë kërkoni? Po, na pretendojmë sepse këtu është bërë një projekt ku do të prishet krejt kuveni, krejt sheshi, deri te parkingu, krejt çdo gjë aty prej ashtu kish një vogël, edhe në fund poshtë saj, poshtë ku jena na etash, do të bëhet kripta. Veni për lutje. Edhe kripta, gjithkush e di në përbot, sa është vend vorrësh. Edhe na, normalisht, unë nuk kam shef se që shqiptarët për gjithëherë si të vinën këtë kish të hynë në vorë për më lutë. Komve. Po, unë jam mbështetje plotësisht të padërndajt, edhe me thonë të drejtën nuk kam mundësi, por këtu më fakt me thonë dhe është bo tradit në kishën e Laçit, dhe me thonë kisha e Shnanojt, sot do të kthej, është një prif to se ru vetëm 2 dhi. Dunë ma bon, dhe me thonë një stan baktish. Kena 30 vjetë, 35 vjetë demokraci, edhe kena të njëjtën kish. Këtë lekët e këti populli ku shkojnë? Ku ishin këta ca prifta për menimin tem, nuk e meritojnë ta kenë petkën e meshës vesh. Sepse këtë lekët po shkojnë në Kroaci, po shkojnë në Shkodër, po shkojnë në Vatikana, ku ta diunën se ku shkojnë, vise për popullin nuk po rregullohet asnjë lloj gjaje. Asnjë lloj gjaje nuk po rregullojmë. Kur të vim na, të njëjtën kish kemi se këtu duhet të jetë një kish madhështore. Se të shkosh në Itali, të shkosh në Greqi, ka kisha të hik menja. Kurse këtu, është ajo kisha e njëjta, ajo kisha si ka qenë gjithmonë. Ba një han me 2 porta, ku hin derri dhe del dosa. Ca prifnaj si kemi këtu, veç kanë emrin për prifnaj, se s'janë të zot, as me komandu, as me dritu. Nëse do flasin një laf, të internen, e shojnë ku hapula gur. Tjetër, këto nuk i lejnë këtu, po të ngrenë zanin. Unë jam kundër projektit se nuk jehna në kohën e pellazëve me hinë tunel, që po na luftojnë pagant. Ka kaq vite, to ja dim historikun kësaj kishës, kur u renon mbi 30 ushtarë u paralizuan, që veni shenjtë është ki. Tu të bëhet një diçka madhështore, të pyllëzohet veni, të zbukurohet veni, të jetë një kishë. Tu vinë kroat, bullgar, polak, rumun, nga gjitha antër, po të vish verës, tu habitësh. Qytetarët dhe klerikët kërkojnë ndërtimin e projektit të mëparshëm, i cili parashikonte ndërtimin e një katedrale në qendër të kompleksit, si një zgjidhje që ruan qetësinë, historinë, shenjtërinë dhe rëndësinë shpirtërore të kishës së Shëndot. Në përfundim, komuniteti i besimtarëve u bëri thirrje institucioneve përgjegjëse që të dëgjojnë zëri i tyre dhe të ndërhyjet për të gjetur një zgjidhje konsensuale, e cila respekton ndjeshmërinë fetare dhe garanton ruajtjen e dinjitetit dhe shenjtërisë së kishës së Shëndot në Laç.